Në bazën ajrore pranë Parisit, presidenti francez Emmanuel Macron dhe homologu i tij ukrainas Volodymyr Zelensky nënshkruan një marrëveshje strategjike që parashikon blerjen e deri në 100 avionëve luftarak Rafael nga Ukraina. Dokumenti, i cili nuk përmban ende një kontratë të mirëfillt blerjesh, parashih që projekti të zhvillohet brenda një periudhe kohore prej 10 vitesh, duke reflektuar angazhimin afatgjatë të Francës për të mbështetur kapacitetet ushtarake të Kievit. Pas ceremonisë së nënshkrimit, dy liderët zhvilluan një konferencë së përbashkët për shtyp, ku Macron theksoi se sulmet e kundërpera të Rusisë ndaj infrastrukturës energjetike të Ukrainës janë dëshmi të qarta se Moska nuk kërkon paqe. Ai nënvizoi vendosmërinë e Francës dhe aleatëve europian për të qëndruar të bashkuar në mbështetje të Ukrainës, duke konsideruar dhe jo vetëm një çështje sigurie për Kievin, por edhe për të gjithë Europën. Macron deklaroi se marrëveshjet e firmosura sot forcojnë aftësinë e mbrojtjes së Ukrainës në një moment kyç të luftës dhe konfirmojnë gatishmërinë e Francës për të ndihmuar vendin në afat të shkurtër, të mesëm edhe të gjatë. Ai përmendi gjithashtu përpjekjet e vazhdueshme të Bashkimit Evropian për kredi të dëmshpërblimi, si dhe mënyrat e reja të përdorimit të aseteve financiare për të mbështetur Ukrainën. Sipas presidentit francez, BE duhet të sigurojë stabilitet financiar për Ukrainën për vitet të vijim derisa lufta të marrë fund, duke i dërguar një sinjal të qartë presidentit të Rus Vladimir Putin se Europa nuk do të lodhet dhe nuk do të tërhiqet nga mbështetja e saj. Marrëveshja për avionët Rafael shihet si një hap i rëndësishëm për modernizimin e forcave ajrore ukrainase dhe një mesazh i fortë politike ushtarak për të gjithë palët e përfshira në konflikt.